atë që të kamet nuk dihet sa kamet. Shfrytëzoje fuqishëm, zellshëm, mundohu me kompenzu të kaluarën me zell e intensitet e dinamik të punëve të mira, të shtuara fuqishëm në atë që të ka mbet, nga se nuk dihet sa ka mbet. Wallahi me të pamet një ditë në dunjë, veç një me të pamet, e më u pendu sinqerisht, e me qenë i zellshëm, e i përkushtuar, mjafton që ja një ditë me i përmbush gjitha të metat e lëshimit e së kaluarës. Kjo është mirësia Allah xhallahu ala. Prandaj shfrytëzoje një ditë, 2, 3, një vjet, nuk di sa ka met, por zellshëm e fuqishëm, shumë më mirë, shumë më fuqishëm, shumë më dinamik në të ardhmen se që ke qenë të kaluarën. T'ja dëshmosh Allahu xhalla xhelalu praktikisht se po ndihesh keq për të kaluar, jo të ndërtuar si duhet, për të kaluar, jo të syzuar sa duhet, dhe tashmë i penduar, i kthyer, i vetëdijshëm për aq çfarë ke bërë dhe aq çfarë po të pret, ti kthehesh Allahut fuqishëm me pendim, keqardhje të mira, që kjo është punë e agjëruesit, dhe kjo rruga e tij që ai duhet me ndjek dhe të finalizimit të adhurimit time, sukses edhe fitore edhe shpëlim tek Allahu i mënduar.